mosbërja e hetimit në thelb e plotësuar, sigurisht që lë shumë shpërdorim, po themi, nga ana e SPAK-ut në marrëdhënie me të gjithë procesin e hetimit dhe më pas për të shkuar dhe më tutje. Megjithatë, thash që ne do të shikojmë dhe do ballafaqohemi me letrat dhe me dokumentat, të cilat janë pjesë e dosjes, duke filluar nga letërporosit, duke vazhduar pastaj me dezinformimin që bëhet, qoftë me aktin po themi aktin financiar që është bërë në mënyrë të njëanshme nga SPAK-u, në marrëdhënie po themi me maman time, sepse sipas Altin Dumanit, Fatime Kryemadhi i fillon jeta në 2001 në Tiranë. Kjo nuk do të thotë që gjithë tiranësit që kanë jetuar në Tiranë para 2001 ju fillon jeta kur ka ardhur Altin Dumani apo institucioni SPAK-ut në Tiranë. E para, e dyta, dhe një gjë tjetër dua të theksoj, sigurisht që procesi për të cilin janë me qindra mijëra faqe, lë shumë për të dëshiruar mënyrën dhe metodologjinë që është përdorur. Sigurisht që SPAK-u dhe i gjithë procesi ka qenë shumë i zënë me intimidimin apo dhe kërcënimin ndaj dëshmitarëve, që për hir së vërtetës në dëshmitë që kam lexuar, të gjithë dëshmitarët përveç se kanë përballuar, po themi, presionin edhe intimidimin, kanë thënë të vërtetën, dhe faktikisht të vërtetën kanë thënë, se s'kan çfarë thonë ndryshe.